Përshëndetje nderuar teleshikues të Akrolis TV, jemi në emisionin Kuvend të premte. Do kemi një temë që është kthyer tashmë në shqetësim kombëtar. Në fakt kisha tematik tjetër për të trajtuar këtë premte, por mendova se ja vlen kjo që ta trajtojmë edhe këtu në Akrolis aq më tepër në Kuvend, dhe aq më tepër të sillim informacion dhe të shohim të gjithë panoramën që na jep zona jonë, sidomos qytetet, por edhe fshat, por sidomos qytetet. Tema lidhet me ngjarjen që ndodhi me 14 prill në lagjën 5 maj, ose ndryshe e quajtur farmacia 10 në Tiranë, kur një kompleks pallatesh, fasada e jashtme mori zjarr, duke dëmtuar të gjithë banesat që ishin aty, por mbi gjitha për fat mirë ishte ndërhyrja fort e zjarrfize në kushte shumë të vështira, që ne do t'i trajtojmë këtu me atë që unë kam ftuar sot, arritën të paktën të mos ketë lëndime në jetët njerëzore. Por gjithsesi, kjo është një traumë e paremruar, por për fatin e keq dhe mediat nuk merren me këtë, por merren gjithmonë kur ndodh gjëja. Kur ndodh shkatrimi, kur ndodh djegje, kur ndodhin humbjet njerëzore, aty është edhe lajmi. Kështu që sot e ndryshuam pikërisht tematikën që kishim për trajtuar, për të ardhur këtu për diskutuar për këtë fenomen. Mendova që të thras njerëzit që merren me zjarrfikjen. Ai që përgjigjet gjithmonë, edhe do të them edhe këtë që janë zyrtarët e mirë, që komunikojnë me publikun, zyrtarët që i duhen këtij veni. Kam thirrë shefin e zjarrfikësve të Mirditës, në Bashkinë Mirditë është zoti Agim Lleshi. Agim, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Kemi qenë bashkë, ne kemi biseduar edhe herë tjetër. Kemi biseduar për zjarret që kanë ndodhur në Pyje, kemi folë gjëra gjatë për diçka dhe besoj që sadopak kemi ndikuar. Po, kemi edhe për media dhe këtu tek ju kemi dhënë ato problematika që janë hasur gjatë viteve dhe problematika që mund të dalin në vitet që do kemi. Problematika duke vazhduar nga rasti siç ishte Tirana, mund ta ketë edhe Lesha, një problematikë tillë, ose edhe Rrësheni, që është një qytet më i vogël, jo me kaq gradacela sa ka Tirana. Po. Problematikat mund të ndodhin të njëjta si atje edhe në. Po, e qartë. Unë kam pas ftuar dhe drejtorin e zjarrfikësve të Lezhës, shefin Ferdinandi, që gjithmonë është i gatshëm, por ishte për Gjermani, do ishte nis për Gjermani. Kështu që do ta zhvillojmë bashkë, kështu që mbi shpatë ke një emision tërë sot së bashku. Ti e ke parë, e ke ndjek në ngjarjen që ndodhi aty. Po, normalisht. Unë kam sjell shumë ilustrime, do kemi ilustrime ndërkohë që ne po bisedojmë, kemi foto që na shoqërojnë, disa foto që na shoqërojnë, po e kam ndjek gjithçka ka ndodhur atë ditë dhe pastaj informacionet që kanë ndarë, bisedat që janë bërë me radhë. Si e këndvështrove në këndvështrimin e një zjarrfikësi, që tashmë je përballë me flak sa herë, por kjo ishte i përballje pak më ndryshe. Është nga vetë fakti që janë raste zjarrësh që ne edhe Tirana janë të rralla që nuk i kemi kaluar në eksperiencën tonë dhe kanë ato problematikat e veta. Plus dhe edhe faktor tjerë që i kushzuar që i ke i kushzim që ti të shkosh në vendin e ngjarjes, të shkosh në lartësinë e duhur, autoshkalla ka shumë problematika që në momentin e nisjes do t'i kalosh gjitha nëpërmend që derisa të shkosh në vendin e ngjarjes. Dhe pjesa atij që kam parë nëpër media, aty pallati ka qenë një sakrificë vërtet e zjarrfikësve të Tiranës. E gjithë trupës zjarrfikës. Gjithë trupës, Tiranës, Kamzës, Vorës. Dhe po ta specialistët po ta shikojnë ajo është bërë ndërhyrje aspekt e menaxhuar shumë mirë në të dy krahat që ka ndërhyrë prefekti nga ato drejtues operacioni. Për izolimin e vatrës dhe fatmirësisht nuk kishte humbje jete. Disa zjarrfikësa me plagë të lehta, disa banorë dhe ka qenë një menaxhim i situatës një prefekte. Perfekte. Shiko, ty të ka rarë në karrierën tënde si zjarrfikës të ka rënë që të merresh me godina, sepse këto janë të tmerrshme, djegjet, kur një shtëpi digjet, edhe më të malit, jo aq më tepër në qytet. Është një traumë psikologjike një komunitetit tanë.
Ndërsa këtu kemi të bëjmë një traumë kombëtare, mendimin tim. Po, normal. Sepse pastaj do hym pak në detaje edhe të vet çka ka ndodhur aty, por thjesht kjo do të ke eksperjenca zjarrfiksja e Mirditës, ka eksperjenca me godinat? Kjo kemi eksperjenca jo në djegje fasada, siç është ky rasti. Po. Djegje në një apartament, një objekt, një Po brenda, që vinë nga shkëndijë elektrike. nga shkëndijë, nga kuzhina, Nga kuzhina, po. Ka nga këto pajisjet elektroshtëpiake, këtë është shkaptar kryesor. Por rasti i Tiranës, si 5 majit, ishin 30 apartamente, dhe është një ngjarje shumë ma dinamike se të një apartamente menaxhon me pak forca. Kurse kur janë 30 apartamente ose një pallat 12 katësh, e do në vërtet forca dhe përgatitje. Mirë, në momentin që ti e ke pa atë, domethënë, që fillimi i djegjes. Edhe për shkak të na shoqëroi me fillimet Gledi, na i shoqëroi tani, kemi një moment kur fillon poshtë fare dhe fillon pak një flakë vogël dhe ngjitet shumë. Ky momenti që ke pa ti, domethënë, është i rrallë për nga ajo që ka ndodhur, sepse zakonisht ose ka ndonjë djegje nga brenda ose rrjeti elektrike kështu, po kjo djegje kështu ishte e rrallë? Këto janë të rralla, rasti i dytë ose i tretë mund të jetë në Shqipëri, që ajo vetëm ka ndodhur në Tiranë. Po. Edhe shkaku është që sot ka hyrë një praktikë ndërtimi në Shqipëri që po bën disa punime për termoizolime me materialet jo të duhura për sigurinë e qytetarëve. Japin efektin termoizolues, por nuk kanë sigurinë kundra zjarrit. Pra, vendosin ato panelet e polisterolit e këto që nuk janë për fasada, janë për ambientet brendshme, ato janë për veshje, për tjetër funksionim. Ne kemi vendosur një pjesë të jashtme që ato janë përcjellës të një zjarri, thuajse si janë material të përmbërë nga produkti i naftës dhe përcjellin zjarrin si të hedhësh një benzina. Edhe ky është që duhet patjetër që kemi sigurinë e qytetarëve të ndryshojë standardi i ndërtimit. Po, okay, se do flasim për këtë, po ta marrim me radhë, ta shohim domethënë gjithë ecurinë, çfarë ka ndodhur aty. Pra fillimi i zjarrit, sipas ekspertizave që po bëhen nga trupat në terren, aty ka nis nga një pakujdesi disa fëmijëve. Të një beturinë karton të një. Pra, kartonët që ka pas një market aty. Po. Dhe ato përcollën një shkëndijë vogël, dhe ato përcollën në, nuk e di më të them ty, në qindrat e fondit dhe kanë përcjellë në komplet paretin e. Po pra, ne fëmijë që luajnë ke sa dur para pallatit, por kur flasim për marketet, supermarketet, lokale që janë afër, por se mund të ndodhë ta zam, por a mund të fikej? Pra, flasim për marrim këtë pjesë, pa hymë pasaj ke materiali si janë se që ndodhë, po a mund të fikej kjo? Nëse do të kishte disa gjëra që janë, si tush janë kërkesa aja e gjëra që çfarë duhet të ketë një lokal për sistemin e mbrojtjes. Tu më rrit pak tu të lutem sepse dum që të flasim për njerëzit që kanë lokale se dikun plas bombla, dikun një gjë, dhe t'ju themi, okay, kjo prej këtu nis, pra ka nis thjesht nga një zjarr i vogël. Ajo shkëndi zjarri ose inicia kësaj vatre zjarri nga ndërhyrja shpejtë e punojësve të marketit apo të një biznesi tjetër. Me një bombël, ato bombla që kanë shkumen. Fikse dore që unë besoj që ato do t'i kenë pas në brendësi të objektit, por nuk kanë ditë t'i përdorin ose nuk kanë qenë të shpejtë. Po ditë t'i përdorin se ka dhe i gjangim. Ka dhe i gjang. Sepse nuk kujtohet kush për të bërë dhe trajnime. Kjo është një fazë që... Jo ke edhe në për institucione, unë kam punu ke Palati i Kulturës, dhe kam pas gjithmonë frikën mbi krye, një zjarr i vogël, një duhan e tjera dhe 400 veta mrena imagjinoje, dhe s'kishim trajnime gjim. Ajo është trajnimi, por të trajnimi i stafit është një detyrim ligjor që ta bëjë menaxheri i kompanisë, menaxheri i objektit. Po do t'ju ftojë, pra do t'ju thrasit, të ftojë, po. Besoj se nuk në mirë ditën kam bërë vetë privatisht ose në mënyrë vullnetare disa objekt, disa biznesve që kanë një numër të madh punojësh, mbi 12. Që numër të madh kemi shkuar me stafin e Zarfikse dhe kemi bërë trajnim se si përdoret i fikse, si hapet një kaset hidranti, është në mësime të thjeshta, që ajo është shumë vendimtare nëse një banor ose një punonjës bën ndërhyrjen në kohën e dur,
edhe mund të japi rezultat që gjithë ajo që ndodhi në Tiranë mos kishte ndodhur për një ndërhyrje. Për një ndërhyrje të vogël. Shpejt. E prandaj se unë këtë emision me thënë drejtën e duam ta bëjmë edhe pak metodik, domethënë, në kuptimin e saj që të flasim për parapritjet, sa shumë kollaj tani me marr ka fajin qeveria, ka fajin naj, ka ky e tjerë i lejmë këto t'i bëjnë studiet e mëdha. Domethënë themi një gjë që t'i japi një lloj mësimi, dhe këto emisione janë domosdoshme. Janë shumë domosdoshme dhe unë ju drejtohem. Edhe unë të falenderoj shumë që ke ardhur, po ju drejtohem gjithë drejtuesve të bashkisë, drejtuesve të tjerë me radhë, që specialistët duhet flasin me publikun, sepse duke një specialistët e mirëfill, pra është detyrë përballë komunitetit, dhe është e padrejtë që një kryetar bashkie ose kushdo tjetër drejtor të pengojë specialistët sepse duhet më mbyll goja specialistëve, por duhet të jenë prezent për publikun. E them me forcë, do ta them shumë më me forcë herë tjetër, po sot duhet vazhdojmë këtë linjën e anës metodike, domethënë. Pra rrim te kjo, pra edhe një herë ajo gjë nuk do kishte ndodhur. Po nesër do ndodh prap, do ndodh një vend tjetër. Sepse ajo është bombë me sahat ajo. Ndodhi në çdo qytet. Në çdo qytet. Në çdo qytet në Tiranë. Se kur themi çdo qytet atëherë, rrim këtu, unë nuk e di Lezhë, se do të kishim atë të Lezhës. Nuk e di Lezhë çfarë problemesh ka. Ka ndërtime që janë me polisterol kështu të veshur, pallatet. Mirdita ka. Domethënë faktikisht në procesin e pas tërmetit janë shumë pallate që janë bërë me polisterol. Edhe në Rrëshen, edhe sidomos Repsi është komplet. Pra, çfarë duhet bën gjim tani? Unë po të bëj pak lidhën Lezhë Kapës ka rasti kur do të Shëngjini, po, frika më e madhe e ne drejtuesve që ishim në operacion ishte pjesa e mosafrimit zjarrit në objekt në pallatin, sepse... Pse? Se ishim polisterol? Me polisterol. Ja. Edhe aty ishte problemi më i madh që kishte. Edhe çfarë lufte ka qenë atëherë se e keni pas edhe me pishat, me kudion djegë. Është një praktikë që bëhet polisteroli edhe në Lezhë, edhe në Rrëshen, po, edhe në çdo zonë ka hyrë si praktikë stan punime të shpejta, të shkurta ekonomike dhe japin çelësat në dorë me një bombë. Pra, atëherë këtu duhet të pak, se nuk po themi që është gjë tjetër se çfarë mund të merret nesër mas nesër një vendim që për të kishë vesh, për t'i bërë me sallatime e me radhë, ky është më tjetër, po të pakën në pikpamjen e këndvështrimit të zjarfiksit, si puna juaj. Çfarë këshilloni ju? Pjesa e këshillimit është që të merren masat çdo pallat do të ketë një administrator. Administrator. Pa administrator. Që për fat keq nuk i kemi në shumë vende. Nuk zgjidh gjë. Po s'pa administrator nuk e zgjidh. Nis çat do lloj projekti, po se pa atë administratori ti do shton edhe ngjenë shumë kat parë. Se pranë në Tiranë ne kishin arrestuar atë administratorin. Si duhet s'ka vepruar. Administratori është pika komunikuese me gjithë banorëve. Me gjithë banorët, po. Ai shef edhe defektet. Nga aty fillon çdo lloj përgatitje, çdo lloj mase, çdo lloj problematike që ka zjarfikse, ka sjellsi, ka çdo lloj institucion shtetëror. Po, shumë bukur, po. Masat mbrojtëse të një objekti që janë këto pallatet është kur është bën fakt polisteroli është vetëm pastrimi i territorit, mos lënia e kabllëve që kemi shohim edhe vetë, sipër polisteroli kanë kaluar kablla të energjisë elektrike, të pastrojmë objekte që janë shkaktar të një shkëndijë. Atëherë, tani ka nevojë, mendoj unë, ka nevojë për një task force që kontrollon pallat pas pallati, ku janë problematikat, tek rrjeti elektrik, të gjërë, sepse thashtë edhe herë, janë shkrepse të ndezura. Pra këtë mësim na jep Tirana, realisht. Atëherë të vazhdojmë pak, shitani se çfarë ka bërë. Një djegje e llahtarshme, kaq shpejt ajo djegja të mërshme, edhe po të shohësh të fundin e djegjes, ai pallati i laskaruar, e kuptoni? E ke pa atë? Si pallat në një shteti në luftë. Tamam, si pallat në një shteti në luftë. Imagjinoje as ato raketat e Iranit, nuk i kanë bërë pallat, i kanë shem pallatin, por nuk i kanë bërë atë femër, por është, si ka mundësi? Materiali çfarë? Materiali, i tmerrshëm ky, ha? Materiali. Po të shohësh aty në video dhe foto, dhe aty është djeg polisteroli dhe ka dalë tulla kuqe, pra mas tullës kuqe do të ketë një pjesë salvatimi që është mbrojtëse. Po, do me thënë, është interesant që pra imagjinoj ati nuk kanë bërë salvatim fare, ke tulla kuqe, do me, e kupton ti?
Ne kemi qenë dëshmitar bashkë që u banë Roshen, Repsi, Rubiku, që në banë kjo riveshja e fasada e pallateve të vjetra. Edhe ato janë banë këtë mënyrë. Shiko tani, rruga shpejt, me qenë se kam një eksperiencë edhe vetën direkte, kam lidhje me Pallatin e Kulturës, por edhe me muzeut, me kështu, edhe 8 metra pik kompania me bë Pallatin e Kulturës e kam ditur unë, me e zhvesh komplet dhe me bon savatim të fort, kash i trash, atë mundi edhe isha kundër polisterolit, fati i madhe, dhe u bon në atë mënyrë si janë, tani paktën zjarë kështu nuk merr. Pra edhe një drejtues, kur bën një investim, ka një mundësi, jo se po marr për nxjerrun modelin tim, po ti je korrekt, mundesh me i shpëtu gjanat. Edhe pjesa që i mungon bazë ligjore e standardeve këto është që pallatet që ne kemi ligj, pallatet mbi 7 kat, 8 kat, do të kanë detyrueshme të kenë shkallë të emergjencës, të jashtme. Shkallë të jashtme? Të jashtme. Që janë mbi sa kat? Mbi 7 kat. Po. Se ajo llogaritet kapaciteti autoshkallës që ka. Po, aty s'kishte fare me çfarë poshtë. Nuk kanë edhe s'ka shkallë urgjencë. Kur ne u kërkojmë këty në shkollave, që janë shkolla mbi 2 kat ose 3 kat, kërkojmë shkallë emergjence, besoj se qytetarët i kanë parë, të gjithë vendet kanë shkallë emergjence, shkolla Kopshte Qerdhe, Kinemaja, objektet që janë në lartësi, që kanë frekuentim nga qytetarë që janë masë, du të kenë patjetër shkallë emergjence, këto i kanë. Dërsa këto gradacela, pallatet që po banë kudo për Shqipëri, nuk i kanë. Nuk i kanë edhe është një problem që mund të jetë në të ardhmen problem serioz. Okej, për këtë gjëra do flasim cili është tagri i sektorit tuaj, domethënë kur vjen puna që merr një leje ndërtimi, është një gjë që ne e flasim pastaj. Pra cili është tagri. Por të vazhdojmë te pallati. Çfarë kishte ke pallati? Unë pash duke shtyr ishin duke shtyr te muret të zanë me ndërtime këtu, zjarfiksin me fut, nuk futi do të zjarfiksja. Rrugë Kalimet. Pra rrugë Kalimet. S'kishte rrugë Kalimet. Rrugë Kalimet. Një dhe dyta edhe, pra që mund t'i shohim këto, dhe e dyta nuk kishte flet njëri për hidrantet, hidranti munguar. Thot ky personi, hidranti munguar. E ta ndjekim te hidranti munguar. Pra pas tyre pami, po të ndjekim te hidranti munguar. Unë jam për këtë. E para, duhet që projektet jenë të kompletuara me aty mungonte për shembull hidranti zjarfikës. Pse duhet presim ne sa të vi zjarfiksi nga Kamza, na Elbasania, kur aty është hidranti? Hidrant, nuk e di a flas qartë që të më kuptoni, është hidranti është një pajisje, është një saracineske fuqishme që nxjerr ujë me presion në rastin blitzkrieg. Domethënë me një herë me daljen e zjarrit. Që edhe kjo është e detyrueshme ta kenë. Dyta, ky hidrant mos jetë në mëshirën ka ujë rrjeti, s'ka ujë rrjeti. Neve në projektet tona tani të këtyre kohëve, neve kemi aplikuar dhe depo nëntoksore, duke eliminuar depot në Taraca dhe depo nëntoksore duke bërë një llogaritje inxhinierike. Sa ujë duhet në rast zjarri për ta mbajtur nën kontroll aq minuta, aq kohë, sa të vi zjarfiksja, sa të vi tjetër. Dhe nuk kushton një xhiro e ti helikopterit dje mbi objekt e kishte marru gjithë sistemin hidraulik të mbrojtjes kundër zjarrit për këtë objekt. E ndoshë punën e hidrantëve. Ne kemi biseduar bashkë, unë du që të na flasish pak për hidrantët. Do me thënë, është detyrim çdo pallat, çdo ndërtim që bëhet të ketë hidrant. Dhe do na thush, sepse realisht du të sill Agim Lleshin edhe si një model. Si një model se çfarë keni bërë ju për hartën e hidrantëve në për qytetet dhe jo vetëm qytetet, të eksperiencë do na e thush.
Po herët ndalemi këtu, a mundet që një pallat mos ketë hidrant? Jetë pa hidrant. Kjo pjesë është detyrim ligjor që të ketë një pallat që të ketë hidrant të jashtëm dhe hidrant të brendshëm. Pra edhe mren, edhe jashtë, po? Hidrant të jashtëm është për furnizimin automjeteve zërfikse, i brendshëm janë që këto kaseta që janë për korridore, Po? ose që janë për ndërhyrje e shpejtë, që mund të bëjë qytetar. Pra hidranti, sepse është një zgjidhje e shpejtë hidranti, mjafton që Ndërhyrje e shpejtë. Ose hidranti i jashtëm është për furnizimin e automjeteve zërfikse për ndërhyrje të jashtme ose edhe për ndërhyrje të brendshme. më shpjegot një gjë tani, për të furnizuar një zjarr fikse me hidrant, sa minuta shkon? Kjo në varësi të presionit, por këto që kemi vendosur ne në territorin e Mirditës shkon 3 deri në 4 minuta. 3-4 minuta. Ndërkohë, për ta furnizuar në një lum, Në lumë shkon këto mjetet që kemi ne shkon 13 deri në 17 minuta. pra ja si është puna e hidrantit. Sa e rëndësishëm. Po kur lidhet kjo te hidranti, që është kjo që nuk po i them Pikë furnizimi për vetëm për automjetet zërfikse. jo mirë kjo po që është me tuba. Po, mund bëhet dhe lidhje Në për institucion që janë me tuba. Këto hapet ky dhe pastaj ke mundësi ta vesh zjarrin në momentin e parë ta vesh. Po, patjetër se është një automjet i stacionuar në një korridor. Po. Se ai ka rubinetin, ka gjithë tubin, 25 metra tub, pistoleta dhe mund ndërhyje kushdo qytetar që din ta përdor. Pra këtu është ai këshillimi, thashë edhe herë, pra ne thamë që edhe emisionin t'i japim tehun metodik. Do këshillimi është që pra pas ka nevojë që vetëm të jetë hidranti të një pallate, por këtë ta mësojnë qytetarët, zotët e shtëpisë janë, secili shtëpi, se ka një gjë, se kur nis ke një flaka, ke një objekt të një shtëpi, përfuron ke fundit, zjarri i shkon secilit. Vjetë shtëpia jote. Po pikërisht pra kaq. Atëherë domthon që nga nevojshme me mësu dhe këto, me bën një trajnim, me kërku njerëz, pra bashkitë të punë duhet bëjnë. Është këtu të dalën para 2 vitesh në gjithë territorin e Mirditës unë kisha vetëm 2 pika furnizimi. 2 pika furnizimi? Po ku furnizohesh me ujë? E pasi pikë në qendër kryqëzimi kryesor, afër në gjithë me Kishin, katedralen. Edhe një pikë tjetër kemi pas te stacioni Zerfix, ku kemi stacionin. Po, 2 pika kishi. 2 pika. Tani, çka keni bërë? Tani kam aty vitin e kaluar kemi bërë një investim, Bashkia e Mirditë me buxhete me gjitha dhe kemi bërë gati edhe 17 pika tjera të shpërndara. 17 pika në gjithë Mirdita. Qyteti i Rrëshenit sot ka 10. 10 pika janë vetëm qytetin e Rrëshenit. Po janë ato janë bërë me studim dhe që unë të kem mundësi nga një pikë të kem mundësi të kap 2 pikat bashkë me linjat e tubave që kam. Po? Kemi në Rubik 2, kemi në rrugën e Kombit. Edhe në rrugën e Kombit po. Sepse këto rrugën e Kombit dhe në për kështu rrugë tjetër rurale është problemi i rruga Kombit që menaxhojmë dhata ne. Që menaxhojmë për kur ndodhin aksidente e kemi thënë 100 herë. Keni edhe djegje makinash. Autobot nafte. Po, autobot nafte, keni plot rast. Pra kështu, kjo është nga punë më të mira që nuk është bërë në Shqipëri. Do ju kërkoja... Jo t'ja u themi vërtet, po dhe bravo Gim. Do ju kërkoja gjithë kryetarëve të bashkive ku do është një investim. Jo i kushtueshëm, i përjetshëm. Po në zonat rurale ku keni bërë? Se më tregove pak me rrjetin ujësjellësit, ë? Këtu të dikton ku është linja ujësjellësit që furnizon. Që është non-stop 24 orë. Non-stop. Po, është presioni i dur i ujit. Kemi vendosur në Malaj, që janë malet e sipër Kishës, janë vendosur në Urazmes, kemi vendosur në hyjet të qytetit Rrëshenit, të Urafanit e Varrezat, të Lisat e Marpepës, janë vendosur në të gjitha pikat ku ne kemi pas ujë 24 orë që ne qytetin e Rrëshenit me çdo lloj problematike të kemi, ne kam pikën e furnizimit e kam 2 minuta dhe furnizimi 3. Në një rast një zjarri si që kishte Tirana. Pra, sa i nevojshëm është hidranti parim. Bies unë lexova në një vend që nga detyrim ligjor edhe këto depozitat në Bodrum. Rezervat e ujit që do të marrin. Po, rezervë në Bodrum, edhe në Bodrum pallateve. Që këto nuk i shef kush, fare, me çfarë shohun. Në pallatet e reja që në Rrëshenit janë bërë gjithë me sistem. To i kam pa, në Rrëshenit kam pa që me këtë sistem është. Po. Po. Të vjetrat nuk kanë sistem, por kemi
Po Nuk kanë sistem, po s'kanë atë. po pra, ai pallati në Tiranë s'kishte pra, s'kishte sa ishte 15 kata sa ishte ai. Ai s'kishte hidrant, s'kishte hidrant. Nuk e di brendësia ka pas shpërndar kotjet shpërndarë se hidranteve, por në pjesën e jashtme, siç kemi dëgjuar për media, ato nuk kanë pas hidrant. Tani është një pyetje faktikisht do doja këtë pyetje t'ja bëja të Lezhës, edhe këtyre drejtuesve të zjarfikës, por edhe drejtuesve të institucionit. Problematikën që ka Lezhë, nuk e di sa e ka Rrësheni, sa e ka Rubiku, sa është kjo. Cili është detyrimi që një pallat që bëhet, që lidhet me zjarfikset, me automjetet, zjarfikse. Për qarkullimin e tyre, për t'i ra pallatet. Si është detyrimi? A me i bon si që bëhen në Tiranë pallatet gjithë me njëri tjetrin? A kupton ti edhe bllokohen ne bllokoktej apo si është detyrimi ligjor? Ligji e thotë qartë që çdo objekt që merr leje në bashki, leja merret në bashki, ose do të ketë akses ato mjeteve zjarfikse. E para, atëherë pastaj në varësi të kategorisë objekteve kërkohet hidranti, depozitat e ujit, depozitat kërkohen në bazë të metrat katror që ka objekti, lartësisë që ka, me vetë pompime. Ka një sistem që e din inxhinierat, ka dhe inxhinierat që bëjnë projekte të mbrojtjes nga zjarri që i kërkojmë ne të zjarfikses, që ato duan vonë zbatim në çdo leje ndërtimi që jepet nga bashkia, kërkohet dhe projekti mbrojtjes nga zjarri. Dhe projekti mbrojtjes nga zjarri ka dhe aksesin rreth rrotull të çdo lloji objekti, si të jetë një kat, si 12 kat. Pra tani, duke zënë mend, gjithmonë flas për te unë, duke zënë mend, tani është e domosdoshme që të ketë një aksion të fortë për të liruar pallatet nga mure, nga ndërtime ande e këtij, dhe për paktën nuk është bërë në kohën e dur, po të bëhet tani dhe të lirohen hapësirat me forcë. Të lirohen hapësirat që pallatet të jenë të komunikueshme me mjetet zjarfikse, sepse mendoj unë, je specialist për këtë punë. Sekondat vlen shumë nëse një zjarfikse nuk futet aty ku është zjarri. Sekundi, nëse shkon kohën e duhur, në momentin e duhur, ja sekundi që vlen shumë. Po, pikërisht, kjo është shumë e nevojshme. Në Rrëshen kam pa një vend, ke pallati i madh që kemi atje sipër, është ai korridori aty që kanë vënë 2 shtylla hegër, i kemi hiqni ato. Aty, se s'kalojnë aty. Ai pallati shumë i madh, më ndodh aty pra mrena. Kam bllokuar aksesin. Po, e kam bllokuar aty, është. Po them sinqerisht, atë që kam pa. Ka kështu pjesë që bllokojnë vend parkingën. Po, vend parking, po absolutisht, duhet të ketë rregull. Me këto hekura që vendosin vetë, ose me parkinget të pa kontrolluar pa ligj. Që ne na dëmtojnë shumë për kalimin ato mjeteve zjarfikse. Si në qytetin e Rrëshenit, sa një qytet. Ka edhe problemat e tia për akset e zjarfikses. Ne e dim se si bëhet parkingu për qytet, por Lezhë besoj se mund ta ketë edhe 70 herë më shumë probleme. Po, absolutisht po. Gjithsesi unë kam pa ndërhyre në shumë vende që ka bën ndërhyre. Po, është bën ndërhyre, ngaherë ju vjen lidh disave se pse shremen, po normal se ke shku ke bllokuar gjithçka. Edhe do shemen pastaj. Pra kjo vetëm mirë është. Po, duhet sistemohen dhe duhet disiplinohen dhe parkinget. Vend parkinget në çdo qytet. Si Tirana, Lezhë, Rrësheni ose në një moment është për një objekt, një qytetar, është një parking nga bumi imi ose një diçka që mund pengon që shkryun në vendngjarje. Ne që jemi punesa personal, me ne sekundin që shkryun sa më shpejt. Po, e qartë. Të kthejna prapë tek ajo ditë domethënë që ti the që është ndërhyrë në profesionale, me energji, më ka bërë përshtypje edhe diçka që do të themi pak më mrapa, por fakti që Arbeni, drejtori juaj, edhe miku jon, Ben Cara, domethënë ai e përmeni për mirë gjithë këtë aksion, në fakt e përmeni edhe ministri i Brendshëm, por edhe të tjerë, edhe vetë qytetar. Absolutisht, dhe kështu që ne ta sillim pak Arbenin që ka bën një panoramë të gjithë ngjarjes. Pra të ndjekim Ben Cara. Shumë shpejt për të folur për shkaqjet e zjarrit, jemi angazhuar maksimalisht me forcat e policisë shtetit dhe emergjencat civile, me gjitha kapacitetet që kemi për të bërë të mundur legalizimin e flakëve, që tashmë e kemi në kontroll. Është akoma shumë shpejt për të thënë që zjarri është fikur, pasi po punohet në gjitha drejtimet
për të lokalizuar vatat e zjarrit që ndodhet brenda banesave. Kemi bërë të mundur lokalizimin e zjarrit që mos përhapet në kullat përreth siç ju e shikoni. Tirana është angazhuar e gjitha me gjithë kapacitetet e plota të zjarrfiksave, mbi 50 zjarrfiks nga Bashkia e Tiranës. Kemi zjarrfiks nga Vora të angazhuar bashkë me mjetet e tyre, nga Kamza, zjarrfiksit e ushtrisë kemi këtu të bëhet një bilanc më vonë, por mund të themi që zjarri ka përfshirë të gjithë seksionin nga veri lindja, nga kati i parë deri në katin e fundit. Shikokim po e shikoja edhe për rëndësimin e Arbenit, por ajo me ishte me dron nga sipër, imagjinoj se çfarë, ha? Mërshme, ha? Po imagjinoj që kanë përjetuar Banorët mbrana. banorët brenda. Traumë psikologjike, Normal qaftë. të jashtëzakonshme. Traumë pa llogarit humbjet e Po, humjet e gjithçka e që gjithçka që kanë ndërtuar tërë jetën. Po. Edhe disa ishi çmimi aty më. 1200 euro metra, thotë tjetri e kanë bler 120.000 euro, tanë jetën me këtë fëmijë kim punuar për këtë. Tjetri thotë 150.000 euro. Edhe mendoj se mund të jenë 70% me këst kredi. Po për gjithë me kësë kredi, pra është një ai problematik që e jashtëzakonshme, është një ndër ngjarjet më të shumë trana. shumë trana sepse ka përfshirë 30 familje. Po 35 familje. 35. Por ka një gjë sepse Arbeni siç e thotë dhe aty domethënë ka qenë një plan operacional si me shku në luftë për shembull, kupton? Është një luftë aty dhe po të vesh re ata kanë ndaluar ke seksionet tjera, pra kanë pas dy gjëra, mendoj unë, për kaq sa marr vesh nga kjo, kanë pas dy gjëra, për të marrë në kontroll zjarrin, për ta fikë për ta shumë, që edhe nga mrena pavarësisht se ka shkatrime por të mos depërtojë për te, dhe nga ana tjetër të kufizojnë me pallate të tjera, sa ato, pra dhe Tirana ka shumë, janë pallat mos pallate, ja thonë. Shkon efekti zinxhiri zjarrit. Edhe ajo është që thamun kanë punuar në perfeksion sepse në dy krahët ku zjarri vazhdoi në morin në pjesën e vet, ato e kanë ndërprer. Nuk është e thjeshtë ndërpresë nga kati 12 e poshtë. Dhe kjo është pjesa më shpërndahet në të gjithë perimetrin e aty në kullave. Sepse ne kemi pa edhe raste që kanë ndodhur në Spanjë, Katalania, në Japoni që nga një shkëndije vogël që ndodhi në Tiranë, u dogjën dhe gati 7-8 kulla 30-40 kaqe në Japoni. Dhe kjo ka ndërhyrë me perfeksion të gjithë punojësit që kanë izoluar pjesën e jashtëm mos përhapet. Pastaj kanë hyrë në brendësi ku ishin banesat që ishin përfshirë në zjarr. Shiko, ai që quhet ndryshe populli i rrjetit, apo ti edhe shohin një fotografi ose një filmim atje dhe të tasa s'kan çfarë bëjnë tjetër, tu pi kafen edhe gotën e rakis edhe fillojnë që mo ky pa ksul, ky pa veshje, ky me dhun është një aty që hyn për shkallë. E kam vënë re. Ai nuk ka qenë punë fare atë ditë. Junuzi është shefi i kinostudis. Po nuk ka qenë fare, nuk ka qenë punë, ai ka shku direkt Junuzi. Nëse ajo na kemi kur unë jam shefi i zjarrfiksës, nuk mund të leje punojësit e mi që t'i shoh se janë të rrezikuar dhe unë të retifikoj poshtë e automjeti. Ai ka hyrë pari. Ai ka hyrë pari, Junuzi. Junuzi. Dhe është në gjithë sipër dhe ne do të na i përcjell Gledi këto pamjet se kjo është dhe pra ne kanë quajtur Junuzin hero, ishte nga Mallakastër. Heroi, pa pa. Vizitoi dhe stacionin tonë. Jo, ka ardhe ka po aty? Po. Ka dy herë. Aha. Është ka vite që punon këtë shërbim zjarrfiks, motivuar shumë. Kush e njeh nga afër, është vërtet një koleg dhe shok perfekt. E pash, ishte jashtëzakonshëm me Junuzi do t'i shohim sa pamje, Bledi po na i kaloi pak t'i shohim tani. Edhe gjëja që bën ai prap kur merr një nga ato gjyshet. Po i banore. Po shohim merr i banore, i vën kasketën e vet, edhe janë duke ra këto pjesë e tmerrshme, domethënë ky njeri shkon direkt zjarrfiksi ka diçka ndryshe nga ne të tjerë. Gjim se ti je zjarrfiks. Ti futesh masa edhe me dhanë jetën aty. Po, na ka rastit shumë herë që të hymë. Nuk kam hymë edhe bashkë me trupat që kemi operacional, sepse dhe vetë jam operacional, punës operacional. Në gjëllë ndërhyrje, që mund të dali para, nuk mund të rriun indiferent kur kam punësit e mi në një ndërhyrje, që do rrezikshmëria e vogël e madhe, apo
Dhe nuk asnjë nga drejtuesit e zjarfikësve të Republikës së Shqipërisë, se pothuajse i njoft të gjithë nga afër, kanë një zell që duan ta bëjnë punën më shumë vetë që mos të jenë të dëmtuar për tjera. Edhe rasti i Junuzit, që ka hyrë vetë në shkallë, besi i merr shkallë i si një djalë 20 vjeç. Me vrap. Me vrap se është adrenalina që e kemi në gjak, që kemi vite që i shërbem komunitetit, qytetarëve, çdo lloj problematike, dhe kur shohim një rast se është vërtet problematik, nuk presim na thot dikush. Apo na japi dikush urdhër, apo të marrim është gjëja e parë që bëjmë, hapin e parë vetë dhe që ta zgjidhim sa më shpejt vetë. Edhe disi ka thënë ai banori, mblet të vdes mrena. I ka thënë mblet vdes tu, se ka pa trauma, duke u djeg shtëpia, duke u bjerë gjë, ka thënë më mirë të vdes edhe unë këtu, dhe e ka marrë, ai ka heq atë, po ta ndjekim pak, se kam dëshirë që ta ndjekin edhe teleshikuesit plot këtë gjë. Dhe më tha, lem të digjem këtu me gjithë shtëpi. Në moment unë i hodha dorën në qafë. Dhe i thash që hajde, sepse ne do të shuajmë flakët brenda shtëpisë dhe shtëpia do jetë prapë funksionale për juve. Dhe isha i detyruar të shkoja sepse më njoftoi e bia, thotë që kemi nënën lart në katin e 5 është brenda. Dhe me gjitjen atje e gjej zonjën brenda, ishte asfisuar dhe ishte pothuajse tmerruar plotësisht. Dhe në momentin që unë i them hajde se do të lëvizim gjithëteja, zonja ishte me probleme mjekësore, siç më tha, ishte nga zemra. Që i vendosët edhe kokoren tuaj? Kokoren e vendosa për një arsye, sepse nga lartësitë kishte shumë rënje të pjesëve të metalike të talbonit, përfshi dhe tullat që binin në nxehtësia tepër. Dhe isha i detyruar t'ja vendosja sepse me evakuimin në autoshkalla, banori nuk ishte specializuar të zbresë autoshkalla. Kështu që isha i detyruar që t'i çoja kokoren për ta mbrojtur dhe ta zbrisja shëndosh dhe mirë deri në tek ambulanca. Dhe zonja ka marrë vesh që shëndosh e mirë. Pagimi ishte jashtëzakonshëm. Shiko, unë sinqerisht jam i kënaqur që po bëj këtë emision, edhe me një zjarr fiks ikon është agimi këtu. Absolutisht se të kam njek, sidomos në disa zona, po sidomos kur të kam parë në Shëngjin, kur rrezikohej jeta e shokëve tuaj, edhe jotja, dhe ishim mund në ballë të flakës madhe, më ishte një tmerr. Atëherë kam kuptuar, domethënë antropologjia shpirtërore e një zjarr fiksi. Unë pranoj edhe këtë emision desha ta bëj për zjarr fiksit, absolutisht. Edhe nga ana metodike për të paraemëruar njerëzit avontisht, sa do pak me ndikuar, por për t'ju kushtuar ju zjarr fikse, që jeni vërtet heroj. Se ka herë nga i koncept gabur, se ama se këta janë me ne gjithkohën. Mirë po, jeta ka një gjë, jeta një herë jepet, edhe një herë merret. Si të duk Jonuzi, ha? Jonuzi ka bën punën që mund të kishte bën çdo zjarr. A do kishte bën ti? Patjetër. Normal. Në atë mënyrë, ha? Është vetë ndjenja dhe çani të zjarr fiks, që nuk do të thasë pak më parë që nuk do të pres të menojmë 2 herë që të shkojnë ndërhyjet për shtojë një jetë. Po, shumë vërtet. Atë që ka bën Jonuzi e di që mund ta bëjnë të gjithë drejtuesit e zjarr fiksit të Republikës, të gjithë punëtorët e zjarr fiksit janë në Republikë. Janë të gjithë, se ne na ka rënë dhe pjesa e bashkëpunimit e dhanis ndihmë anasjellta si në Shkodër, Lezhë, Tiranë, Laç. Po, se komunikojmë me njëri tjetrin, po, edhe komunikojmë. E kanë të gjithë atë vullnetin e mirë që t'i shërbejnë një rasti ku ju duhet. Po, sepse ju shikoj, ju e keni dëmshurinë më e të pyllit. Unë ju kam ndjek në një herë, kam edhe bashkë kemi qenë në vend e djegura, edhe e keni dëmshurinë edhe për pyllin atje. Pra për pyllin që mos të vihet, mos përfshijë ato halat, lisat, shkurrët. Të ruajmë 1 centimetër, na intereson 1 centimetër. Pra 1 centimetër me rujt. Pra imagjinoj kur vjen puna e jetës njerëzore. Prandaj respekti ndaj zjarr fiksit duhet të jetë i tillë. Flasim për trit, a u transmetoni pak a shumë se gjeneratat vinë e zëvendësohen, si çdo profesion tjetër. Për trit, a futen me miq, për shembull në shtabet e zjarr fikse, dhe rrinë si ata të futur me miq, apo ju ngjizet më natyrë profesioni i zjarr fiksit, sepse janë si ai orakulli që i shërben
jetës njerëzve dhe janë shpresa njerëzve në momentin më të keq, pikërisht ke zjarret. Pjesa e rekrutimi ose quhet në termat tonë rekrutimi të rive, ka i bazë ligjore që ne shefat e Zerfikës bashkë me strukturat e tjera zbatojmë bazën ligjore, nuk ka pjesë me miq. Aty ka i fazë testimesh që bëhen testim fizik, testim teorik, psikologjik. Rastin unë kam qenë jam në përfundim të një procedure që fatmirësisht u shtu numri i Zerfikësve të mirëditës. Për 9 vite kam qenë me 14 punonjës, tani do rritet të shkojmë me 21 punonjës. Mirë që më the këtu, Tirana është me numrin më të vogël të Zerfikësve për banor, thuajse në gjithë Evropën. Ka numri i Zerfikësve në bazë numrit të popullsisë. Popullsisë pra, ka një numër shumë të vogël. Numër të vogël. Nuk e di sa ka numrin total. Po e numri i vogël për problematika që ka Tirana. Siç e kishon numër të vogël 14, tani do bëhen 21 dhe jemi përfunim kemi përfunu komplet procedurën. Dhe këto vinë të ri tani? Vinë 5 të ri. 5 djemë të ri. A e kanë me dëshirë këtë profesion? Kanë me dëshirë. Do me thëtë, nuk e shohin si një vend rahati parazitizmi aty? Paka shumë i kam... Pra se ju. Studiu, nëse do të marrë ti të kemë punojës në krah. Po janë quna që e duan punën, e duan profesionin, e duan profesionin dhe pastaj në kohën do të hyjnë dhe aty në gjaksin e pjesa e Zerfikësit. Po, për ta kuptuar, okej. Nga ana tjetër pash një analizë që ishte bërë edhe nga kontrolli i lartë i shtetit, që në 2021 për Tiranën. Problematika sa i përket alokimit të fondeve për blerje makinerish. Shumica makineri janë makineri të vjetra. Është flotat, janë me probleme flotat, bashkiet në të rast. Për shumë Mirdita është ndihmuar nga Mariana Graf një moment që ka qenë edhe për Zerfikësve, por edhe për këto shpinore, ku dy njëra tjetër me radhë. A duhet që tani ky shembull, kjo që ka ndodhur këtu, që bashkiet gjithandej të përtrinë flotat e tyre me makineri të reja, edhe me pajisje që duhen, sidomos me pajisjet për zjarfikësit. Zjarfiksi nuk mund shkoje pa mjetet e duhura. E shkoj të digjet vetë atje, të lëndohet vetë, po duhet ketë mjetet. Qa mendon ti për këtë gjë? Rasti, kjo është një ndër rastet që ka ndodhur në zonë urbane në qytet, i 5 majt. Po marrëm dhe rastin e vitit kaluar të verës, sezorit verës. Në Shqipëria në gjitha anët kishte vatazjarin që shumë menaxhoshin dot nga shumimi i Zerfikës. Sepse ishte mungon flota, personeli duhet që duhet, si sta veti dhe kontrollat i shtetit ka lënë rekomandimet e veta për Tiranë dhe për çdo bashki. Për numrin e punonjësve, numrin të mjetës, do të ndjekim standardin ligjor kanë edhe blerja uniformave. Pra ka një zinxhir që duhet ose ato kur që ne i vëmë pikat mbi shërbimi i Zerfikës është nga shërbimet themeltor në Republikën e Shqipërisë, që do vëmendje. Sepse janë Zerfikësit ata që përgjigjen për çdo lloj problematike brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Po, e qartë. Çdo lloj problemi. Të kthehemi, se po vim nga fundi, të kthehemi edhe një herë tek pallatet atje. Normal që unë do të kem në një emision të posaçëm, do të kem edhe specialistë të ftuar, qoftë urbanist, arkitekt, edhe që janë të fushës së ndërtimit, do të doja të kisha dhe kryetar bashkish. Pra dhe kryetarët e bashkive me specialistë, si veprohet e me radhë, deri te venimmarrjet, lejet edhe gjithçka tjetër që jepet. A jepet thjesht leje për të firmos, edhe jemi në rregull, apo shifen gjithë kondicionet dhe tjetra kontrollet, supervizionet, sa zgjasin, si janë, apo nuk janë fare praktik, po mbi gjitha për materialin, se më ka bërë shumë përshtypje kjo, janë 2 biseda që për polisterolin, lidhet për polisterolin atë. Edhe është një bisedë që thot për polisterol që nuk duhet i përdorur, që do ta ndjekim pak, dhe tjetri thot që ka 2 lloj polisterolësh, që është polisteroli që nuk duhet, dhe që për fatin e keq përdoret në ndërtimet në Shqipëri, në pallate i ke gjithandej, dhe është polisteroli tjetër që është më i kushtueshëm, po është vetë shues. Domethënë e shuan vetë. Shuhet fare, po gjithsesi ta ndjekim pak të,
që të kuptojmë se çfarë na kanë përcjell në bisedë. Unë thash që ky lloj materiali nuk lejohet. Duhet përdoret ky lloj materiali. Ai nuk po ai është Molotov, ai është Molotov, ai nuk është ai tjetri që ju. Po, ai është Molotov. Çfarë është ajo që ke në dorë, Erald? Çfarë materiali është ajo që ke në dorë? Është një material që është përdorur në atë fasadë. Ky është materiali që është përdorur në atë fasadë. Po. Dhe çfarë materiali është? Është shkum pleuretan. Okej. Shkuma, ajo që përmendë pak më parë. Poliuretan, ajo ka marrë flak. Bashkia po bën një projekt të madh për veshjen e kapotave. Çfarë materiali po e bën? Jo, se po vishën tër pallatet me kapotë. Refuzuam si pallat. Çfarë po përdor? Ja ta shpjegoj Eraldi me që po përdor materialin tjetër. Që është? Erald? Ky është vetësues. Okej. Po ti shohësh, unë i kam djegur të gjitha produktet, sepse kështu bën çdo inxhinier para se ti provoj, para se ti çojmë në kantierën e i provojmë. Ai nuk ka ty, nuk ka flak. Ky vetë shtuhet. Ai vetë shuhet. Kurse ai tjetri që është përdorur këtë fasadë e përhap zjarri. Ai e përhap zjarri. Okej. E ndoqe këtë. Domethënë normal që këto do të ishte mirë të kishte një panel që të jenë specialistë mirëfilm, por ti e kupton sepse ti pak a shumë kur shkon për të fikë zjarret, kupton cili material ka qenë. Është normal, është diçka që e kuptojnë dhe qytetarët ose dhe ata qytetarë që bëjnë investim në banesën e tyre. Okej, pra me këtë lloj misioni, do ta kuptojnë dhe qytetarët që një kompani mos ta lejnë që të vendosë polisterolin që nëse mund ta ketë një, si thaj, një molotov. Po tamam një molotov, po, tamam. Këto e bëjnë, janë standarde, janë diçka që mund të flasin inxhinierët më në detaj. Por ky polisteroli ose ky që është materiali që është vetë shues, që thotë është kundër zjarrit sepse ka i cip të mbrojtëse që zjarri nuk do përton brendësi dhe të krijojë një përqim të madh në brendësi të saj dhe kjo është pjesa që duhet sot të investohet në kush merret në ndërtim i njeh. I njeh se cili është duhet në fasada, cili duhet edhe ka dhe polisterol që vendosin në ambientet mbrëmshme, zbon dhe veshje mbrëmshme në apartamente. Po. Edhe jo më keq. Bravo, imagjinoj sepse me këtë rast pranë e solla këtë kronikë, no, për t'ju thënë sepse mbrëna në sak i ke gjithë, e kam unë ke shtëpia ime. Polisterolin nga mbrëna që ashtu e kam dhënë. Edhe duhet me hek tani duhet me hek me këtë, ja t'ju japim shembullin tonë gjim. Ta heqim, unë do ta heq atë tani, edhe të vjen këtë që është vetë shues. Kundra zjarrit. Pra edhe ju që banin për shtëpia, ka sa duçi. Se zjarri ju vjen, se imagjinoj tani, ne që kemi edhe shumë vetë që kanë përshjellë shtëpiat për termoizolim, imagjinoj tani po të morë një flak aty, se nuk është si ai muri me llaç. Nga një karikus telefoni. I karikus telefoni, pra ta bën shtëpinë. Do gjithsej 2 minuta me hik. 2 minuta do me hik. Pra, aq më tepër pra edhe për shtëpia dhe prandaj po thash pra nisa që në fillim që duhet kemi një emision metodik dhe këshillues për publikun. Duhet kujdes, po s'duhet të hapim dhe panik se. Edhe panik, po. Kanë marrë investime edhe ata që s'duhet ta ndjekin nerë thonë. Jo, po të bëjnë kujdes. Njëra pa lëvë gabim. Jo, po të bëjnë kujdes për çdo gjë. Për çdo kështu. Kur shkon ti, mos le dritat njerëz. Ula automatin që e ke në hyrje. Ka të bëjë edhe veshën që i banë mas polisterolit, që ka dhe ti mund t'i vesh polisterol, që të pjesa saj që janë standarde që kanë qenë përdor dikur. Mund t'i vë dhe veshën që i banë bi polisterol dhe janë i mbrojtëse. Sobaja, ose kjo materiali që vetë në pjesën e jashtme, një material me, po më kujtojt e emri, grafjata. Grafjatën, po. Ashtë dhe mas mbrojtëse deri në një fazë temperature, po jo në të komplekus me temperaturë x gradë. Po normal sa do të fillon në fazën temperaturë në momentin e parë. Shkrin edhe tullën pastaj. Vazhdon atë hyn brendësi edhe në ambientet e brendshme është shumë më delikate ndërhyrja e punësve zjarfik sepse është një ambient i brendshëm i gufosur në tymë dhe në zjarr dhe ajo problemi. Okej, Gim mund të falenderoj shumë ndërkohë që du të përmend dhe një gjë tjetër ti ka kohë që mundoha shumë që të keni një stacion model, një stacion të zjarfisë dhe e meriton për qenë, sepse mirë ditë vërtet nuk ka shumë ndërtime, ka njëre tjetër, por ka shumë pyetje. Pra ka pyetje gjithandej, është rruga e kombit,
turizëm malor. Ja, është turizm malor, pra është gjithandej dhe kjo ka qenë një problematik. Po më duket se këte e keni vënë për vijë, e keni vënë për vijë? Është një sfidë që e kam vënë dhe vetës. Po, bravo. Pra, se një zyrtar i mirë, edhe ka i gjë se kam punu unë në zyra. Edhe drejtuesit du të naqë, ja po ja them Bertit, Bert, du t'je shumë i knaqër që ke gimin, kryetarit bashkisë. Pra, duhet që të stimulojë, ose shpirtërisht ta doje specialistin e mirë. Sepse, ku ta gjesh ti një specialist, du të përmend për këtë projekt që i duke bën, dhe ty që ke insistu fort, dhe Gjovarin Marfanen, që unë kam thënë gjithmonë, bën pjesë në specialistët e mirë të lidhur me projekte e Bashkimit Evropian e tjerë. Se me sa duket ky është marrë projekt nga Bashkimi Evropian. Është një projekt i realizuar, i bashkëpunuar nga Gjovalini, aplikime të gjitha dhe kemi bashkëpunim bashkë, kemi shoh punim gjithë të 2020 dhe japim dorë një tjetrit. Kishim dhe i projekt me ODC-në dhe ajo dojsh, fatkesisht. Po, e di atë historinë asaj, po. Tani aplikuam dhe imi në fazën e fundit. Fazën e fundit. Dhe edhe do të bëhat të rotonda, e? Kemi marrë dhe tokën, certifikate, i keni zgjidhur këtë punë. VNM, imi në fazën e... Edhe ajo do bëhat modern, do bëhat e mirë. Është stacion bashkohor. Po, stacion bashkohor. Pra, do t'i ketë gjithë. Mbi 600 metra katror. 600 metra katror, bravo. Atëherë kjo është shumë bukur që është bani projekt. Shumë bukur, por është edhe gjë bukur sepse jeni në një pikë ku si thua është kundruese. Jeni afër qytetit, jeni afër Ruskomit, jeni afër pyje, është për mua është gjë shumë e mirë. Jemi në hyrjen ose në qendrën e rrugës Kombit. Po në qendrën e rrugës Kombit. Pra është shumë e rëndësishme. A kemi si projekt? Edhe gjatë bisedës që po bëjmë bashkë do ta shoqërojmë atë fotografinë se e parë më pëlqeu se ishte me atë kullën. Kulla e vrojtimit që kanë deputuar. Po kullë servitje, ishte shumë e bukur. Kullë servitje për punuesit. Okej, duke dhënë këtë lajm mirë për mirëditën, jo vetëm për mirëditën, por edhe për rrugën e Kombit dhe për në fundit do t'i shërbeje sa është më afër për të ardhur edhe në Lezhë, edhe në Kurbin, pra sepse ju jeni në interaktivitet, ndihmëse me njëri tjetrin. Po patjetër. Kjo ka shumë. Bashkëpunim kemi. Shumë faleminderit Agim Lleshi, faleminderit për ardhen tuaj këtu edhe për gjithçka na shpalosët deri tani dhe për punën që bëni atje në stacionin Zjarfis. Isha me Agim Lleshin të premte në kuvent në Akrolis TV. Mund ta ndiqni sërish edhe të premten tjetër. Deri atëherë mirupafshim nga unë Gjergj Marko.